Përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po vazhdojmë të ritakohemi brenda ditës me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV, për të sjellur tek ju një ngjyrë të bukur të artistëve shqiptar rreth ngjarjeve të fundit në fakt në jetën e tyre, rreth të pathënave në jetën e tyre dhe rreth atyre që ato po planifikojnë për të ardhmen. Tani dua të ndaloj tek dy personazh. Një çift që mua realisht më ka bërë për vete, por jo vetëm mua. I ka bërë për vete qindra mijëra shqiptarë të cilët u pasionuan pas Sara Gjordenit, një vajzë që tregoi një shkathësi të jashtëzakonshme, një vajzë që u përball me 100.000 plumba dhe qëndroi e hekurt tek ato 100.000 plumbat, edhe i tregoi dashurisë së jetës së saj se me sinqeritet dhe me zemër të pastër realizohen të gjitha gjërat në jetë. Dhe nga ana tjetër një bardhi që realisht një mashkull, një burr, një djalë, i cili tregoi atë forcën e vërtet të mashkullit shqiptar që kur e dashuron një njeri, ai lufton për të, pa marrë parasysh se çfarë të flitet, sepse të gjitha ato që u folën, të gjitha ato që u komentuan për Sarën, domethënë nuk kanë shpjegime edhe sot, ishin gjëra pa bazë, ishin gjëra me një urrejtje të madhe, ishin gjëra me një mlef të madh. Pse? Sepse Sara përzjodhi që të dashuroj Bardhin dhe Bardhi përzjodhi që të dashuroj Sarën. Kë dashuroj Bardhi? Një femër të shkathët, një femër që fliste për veten e saj, një femër që nuk toleronte ta shkel njëri me këmbë dhe një femër që ishte e zoja vetes t'ja del jetës e vetme. Dhe kjo femra në shoqërinë shqiptare fatkeqësisht nuk ekziston më, por ne jemi një shoqëri që jemi mësuar, domethënë, femrën ta shohim të shtypur, femrën ta shohim të menaxhuar nga një person tjetër, nga një mashkull, qoftë domethënë një grua shumë e lidhur për një burr dhe pret vetëm çfarë t'i thot ai, një femër që duhet të heshtën kur tjetri bërtet, dhe një femër që duhet thjesht ta pranon realitetin dhe të jetojë në atë mentalitet sepse flasin të tjerët. Ndërsa Sara ishte krejtësisht një karakter tjetër dhe ndoshta ishte kjo dalja e parë publike në një shoqëri si shoqëria jonë që në fakt u befasuan se çfarë po ndodh me këtë gocë dhe çfarë po ndodh me këtë çift. Sara dhe Bardhi, për mendimin tim, janë çift shumë i vërtet. Ato të dy po ndërtojnë një jetë jashtëzakonisht të bukur, edhe pse në fakt u ndeshën me vështirësi shumë të mëdha. Sara ka treguar një sër dinamikash që realisht ne ulemi edhe kemi thënë, ore vallë, po deri ku mund të shkojë njeriu, domethënë deri ç'a mund të bëjë njeriu për inat, për mlev, për urrejtje, çfarë po përfiton njeriu nga kjo gjë? Dhe në anën tjetër, domethënë kemi një Bardhi i cili i hekurt në zemrën e tij, në mendimin e tij, në shpirtin e tij, i qëndroi besnik një femrës që e dashuronte me zemër. Bardhi, me patjetër që do ta ketë të kulturë, sepse vjen nga një familje dhe nga një origjinë që kanë qenë kontribues në kombin shqiptar. Dhe nëse flasim për origjinën e Bardhit, atë vend e lidh vetëm një gjë, e lidh besa. Besën e dhënë nuk e thejnë kurrë. Dhe Bardhi, siç duket, pa marrë parasysh gjitha atyre vështirësive dhe lodhjeve, nuk e theu kurrë besën e dhënë kundërdrejt personit të jetës së saj Sarës. Por ditët e vështira kalojnë, domethënë ne besojmë që çdo medalje ka dy anë. Bardhi dhe Sara sot janë shumë të lumtur pranë njëri tjetrit. Sara ka marrë një vend serioz, domethënë është moderatore e preferuar dhe e përzgjedhur nëpër rubrika emisione të suksesshme në televizionin Top Channel, por njëkohësisht i tillë është edhe Bardhi. Bardhi në këndin e Juris, por edhe me projekte shumë të fuqishme, domethënë kanë krijuar një ambient serioz, një vend pune serioz që publiku ja admiron, i do dhe ju qëndron pranë. Ju e dini shumë bukur që Bardhi dhe Sara tashmë do të bëhen prindër të vajzës së tyre të dytë. Nea po rritet me gjitha të mirat e botës, ka një baba jashtëzakonisht shumë të përkushtuar, por ka dhe një nënë që është tepër e përkushtuar për nean e saj. Bardhi flet me shumë dashuri për familjen, por edhe Sara flet me shumë dashuri për familjen.
Vera po i pret edhe më bukur. Sara me Bardhin po ndajnë story të ndryshme nëpër Instagram, duke jetuar edhe një herë atë emocion të cilin e kaluan, ndoshta këtë herë edhe më bukur. Çfarë mesazhi ne po marrim nga Bardhi dhe nga Sara? Nga Bardhi dhe nga Sara marrim mesazhin që të qëndruarit besnik kundër drejt njëri tjetrit dhe të mposhturit botën, njerëzit e këqin, thashë themet negativët, ne mund të arrijmë të marrim atë medalje që duam.